Mi tregosh mua tani me që sa po u futa edhe unë të ky kursi. Kjo është mrekulli, mrekulli! Mund të më telefonosh në mëngjes që të më çosh nga gjumi para kursit. Patjetër që po. O, tani fillon gallata e vërtet. Shakaja po më buzëqesh nga larg. Pse pak minuta më parë nuk po qeshinin me ty? Kjo do të jetë një kryevepër. Mirë, tani do të bëjmë frymarrje goj më goj. Unë do t'jem partnerja e Kregut. Jo, unë! Zonja, përse nuk zgjidhni të gjitha nga një numër? Jo. Njeriu duhet të jetë pa ndjenja. Do ju duhet që të uleni, sepse kemi një kukull për viktim. Andi, kukullën. A? Cilin nga të dy? Kregun e duan vërtet vajzat. Pa të shohim pak se sa e duan kukullat atë. Mbaje kokën dhe vendosi buzët e Aha, tua. këtë e kam bërë edhe më parë. Unë kam dëgjuar që ti nuk di ta bësh. Ti duhet ta ndihmosh viktimën të marrë frymë krek, jo ta mbysësh fare. Buzët e mia janë të ngjitura. Mos u bëj xheloze, Gjeni. Jam i sigurt që kukulla do ta lërë ty radhën. Po, ishte mizore, por e nevojshme. Fal Gjenit, tani duhet të bëjmë sipas metodës tradicionale. Me që Kreku theu kukullën, do të bëhet ai viktima jon. Dhe me që Gjeni është kaq energjike, Jam gati. Edhe unë. kështu mund ta ngresh kokën për të marrë frymë tani Gjeni. Më dëgjon apo jo? Sa e shpifur! Oh, nuk po e kuptoj. Teknikë e shkëlqyer plako. Larkin, ti e bare këta. Mirë. Për sot mjafton me kaq. Nesër do të bëjmë një provë kryesore për të parë se kush është gati ta kalojë këtë kurs. Në këto letra janë disa situata të stisura shpëtimi. Dhe ju duhet të bëni shpëtimin siç ju kërkohet pa bërë asnjë gabim. Kreg, pse nuk vjen tek unë pas mësimit? Mund të mësojmë disa teknika shpëtimi ndërkohë që na thahen rrobat. Po, ide e mirë. Dhe të premtoj që këtë herë nuk do të shti. Edhe ty do të kenë mbaruar shakat, Andi. Jo. Kam dhe një dy këtu, të cilat i kam në xhep. Mos më lërë kur të bëhem armiku jot. Çfarë do të bësh? Pak korrigjim kreativ. Dhe? Do ta shohësh. Në fakt do ta shohim që të gjithë. As që nuk ju a merr mendja fare. Me që Kregu t'i pëlqen të mburret ka shumë, mendova ta ndihmoj. Beti, nëse mund të ma tregoj edhe një herë si bëhet ajo kapja jote. Sigurisht. Sa më pëlqen. Faleminderit. Kjo ishte e bukur. Beti, e dashura ime, më pëlqen shumë mënyra se si e lëviz kokën kur bën goditjen e gjoksit. E di që dhe ti më ke qef. Sot do të tregoj se çfarë ndjej për ty. Kreku. Wow! Vajzat para,
Ju vajza jeni në një grup shpëtimi. Viktima duhet çuar nga njëra anë e pishinës tek tjetra, duke lëvizur me kujdes nëpër ujë në mënyrë që të shpëtohet. Pastaj çojeni viktimën përsëri tek ana tjetër e pishinës. Do të bëhem unë viktima. Ti dhe Deni jeni grupi tjetër. A e kreve atë porosin që të thash? Po, janë të mbyllur tek zyra e menaxherit, por nuk po e kuptoj se pse. Do të shohësh. Po, unë këtë do të shpëtoj. Sikur nuk e di ti. Po kurash. Në rregull. Po kjo ç'është? Edhe kjo. S'kam gjë, le të themi që jam e pambytshme. Kreku do të ketë nevojë që ta shpëtojnë, po e kapa unë në dorë. Ej, çfarë po bëjnë vajzat atje? Ato nuk duhet ikin andej. Nuk do të vonohem, krekush. Ha, për çfarë duhet ajo? Mbathjet e mia janë zhdukur. Ku janë zhdukur kështu? Nuk më besohet. E zhvesh e ti. Po si ja dole? E thjesht fare, Deni. Si që din të gjithë, kostumet i umbasin format e tyre ku rrinë shumë kohë në klorin e pishinës. Dhe në fakt, këto po të rrinë shumë në klor, fillojnë dhe shpërbëhen fare. Një natë lexova në etiketën e kostumit tim të banjës dhe thoshte: mos përdor detergjent, dhe kjo më bëri të mendohesh. Një dy kërkime treguan se detergjenti i bashkuar me klorin dhe zbardhuesin mund t'i shpërbëjnë rrobat akoma dhe më shpejt. Dhe unë mora një dozë të përqendruar dhe hodha në kostumin e Krekut dhe voilà! Kemi një Krek lakurish në pishinat publike. Jam lakurish, më jepni një peshqir. Më sill një peshqir, Andi, ose për ndryshe e di veti. Oh, pa shikoni, provat e notit po fillojnë tani. Dhe publiku është duke ardhur. Nuk ka asnjë peshqir këtu. Oh, i shkreti Krekush. Kujtova se të pëlqente të mburreshe. Tani pse shqetësohesh? Unë do doja ta shihja siç është. Ky është kulmi. Më duket se po del jashtë. A mundet dikush të më jap peshqirin e tij? Pra ju lutem. Me sa duket plani yt funksionoi për mrekulli, Andi, si gjithmonë. Dhe tani ka ardhur koha e ratisjes perfekte. Si gjithmonë. Je i vdekur, Larkin! Më duket se kam nevojë që dikush të më shpëtoj jetën. Sa më shpejt. Mund të vraposh sa të duash, Andi, por do të jetë shumë e vështirë të fshihesh.